Dhe në lidhje me ajetin ku ka thënë Allahu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, do të thënë Allahu ju ka krijuar që t'ju testoj, do të thënë t'ju vërë në provë, cili do të bëj vepra më të bukura, më të mira. Ka thënë Fudail ibn Iyad, ka thënë akhlasahu wa aswabahu, do të thënë kush do të bëj vepra më të pastra dhe më të sakta, më të pastra dhe më të qelluara. Kan thënë o Ebu Ali, çka do thot më të pastra dhe më të sakta? Ka thonë, kur vepra është e pastër dhe nuk është e sakt, nuk pranohet. Dhe kur është e sakt dhe nuk është e pastër, nuk pranohet. Vetëm kur t'jetë e pastër dhe e sakt. Dhe ka thonë, e pastër është ajo që është për Allahun. Kurse e sakt është ajo që është sipas sunetit. Do të thonë vetëm në këtë mënyrë pranohet vepra dhe nuk pranohet asësi ndryshe. Do të thonë e pastër sipas fjalës la ilaha illallah. E sakt sipas fjalës Muhammedun Rasulullah. Do të thonë këto dy dëshmi janë kjo baza e fesë që vlen për secilën çështje në fe. Çdo imci që ekziston në fe, do të thonë bazohet në këto dy dëshmi.